E pra të dashur miqtë e mi, ja ku po ritakohemi në fakt sërish së bashku për të pozicionuar tashmë në një lajm i cili këto 2 ditë na ka tronditur paksa. Gjesti u arrestua, u bombardua i gjithë rrjeti social me pikpyetje, me dyshime, përse Gjesti ka përdorur këtë armën pa leje, përse Gjesti ka bërë këto veprime, çfarë po ndodh me Gjestin, kishte edhe goditje kundër drejt Gjestit në këtë pikë, ku në fakt unë them që në Gjesti dhe familja e tij nuk është në momentin që ne ta godasim atë, por ato kanë nevojë për ndihmën tonë dhe kanë nevojë për suportin tonë. Familja e Gjestit ka kaluar ditë shumë të vështira, ka qenë viti më i vështirë në jetën e tyre. Njëri djalë humbi jetën, Eldioni, Gjesti në anën tjetër tashmë i burgosur. Imagjinoni se sa e fortë duhet të jetë një nën, siç është nëna e Gjestit, për t'i kaluar të gjitha këto dhimbje që i vijnë, një nga ana e Zotit dhe tjetra, siç duket, nga ana e pakujdesit të Gjestit, por duke e ditur kronologjinë e ngjarjes në fakt, se si ka rrjedh ngjarja dhe çfarë ka kërkuar Gjesti, unë e kuptoj në emocione që Gjesti edhe mund të bënte veprime të tilla, por nuk janë veprime në asnjë mënyrë që duhet mbështetur. Do të thënë, ne nuk duhet ta duartrokasim që Gjesti ka shkuar, ka marrë pistoletën dhe ka dashur që të kërcënon apo mos thënë më shumë, t'i heqën kokën dikujt tjetër, i cili në fakt në këtë rast vepron sipas ligjit. Ai ka nënshkruar një kontratë, me sa unë kam kuptuar, kontrata me patjetër që ka kosto, ka vite për t'u shlyer, normal. Dhe Onima këtë ka në interesin e vet dhe Gjesti ka pas në interesin e vet. Këtu kanë luftuar që të dy palët për interesin e tyre. Por çfarë më konkretisht ka ndodhur me Gjestin? Gjykata themelore në Prishtinë ka dhënë ditën e sotme vendimin për masën e sigurisë ndaj Gjestit pas dëgjimit të palëve. Gjykata ka vendosur t'i caktojë atij masën e paraburgimit në kohëzgjatjen prej 1 muaji që nënkupton në 30 ditë. Sipas njoftimit zyrtar nga Departamenti i Përgjithshëm, ky vendim erdhi pas kërkesës së bërë nga Prokuroria Themelore në Prishtinë. Ndaj artistit të njohur rëndojnë dyshimet e bazuara për veprat penale të kanosjes, dëmtimit të pasurisë, si dhe mbajtjes në pronësi apo pa kontroll të paautorizuar të armëve. Do me thënë, nuk ka qenë një armë, që nuk kuptohet kanë qenë shumë armë. Edhe një herë do me thënë, ndaj artistit të njohur rëndojnë dyshimet e bazuara. Akoma nuk janë vepra, janë dyshime. Për veprat penale të kanosjes, dëmtim i pasurisë, si dhe mbajtje në pronësi apo kontroll të paautorizuar të armëve. Gjyqtarja e procedurës paraprake, pas analizimit të detajuar të shkresave të lëndës, e vlerësoi kërkesën e prokurorisë si të drejtë dhe të bazuar, ku gjykata konstatoi se caktimi i paraburgimit është aktualisht masa më adekuate për të garantuar rrjedhën e papenguar të procedurës. Në arsyetimin e vendimit theksohet se ekzistojnë rrethana të cilat tregojnë rrezikun e ikjes së të pandehurit, mundësinë e ndikimit tek dëshmitarët, si dhe rrezikun e përsëritjes së veprës. Për këto arsye, kjo masë u pasi edhe vetmja zgjidhje në këtë fazë të hetimit. Do me thënë, e kanë marrë këtë masën vetëm që Gjesti të mos haratiset apo të mos të ripërsëriten të njëjtën vepër. Megjithatë, mbrojtja e fituesit të Big Brother VIP Albania ka ende rrugë ligjore në dispozicion. Kundër këtij akt vendimi, palët e pakënaqura kanë të drejtë të paraqesin ankesën në gjykatën e apelit përmes gjykatës themelore në Prishtinë. Ne kemi parë ditën e sotme pranë gjykatës edhe babain e artistit Gjestin dhe menaxherin e tij, që çuditërisht nuk është lejuar që të jenë pjesë e kësaj seance. Por në anën tjetër, do me thënë, seanca është mbajtur me dyert e mbyllura.